A jeni gati të zbuloni çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot? 21 korriku sjell energji të veçanta për të gjitha shenjat e horoskopit. Për disa do të jetë dita e vendimeve të mëdha. Për të tjerë një mundësi e artë në dashuri, punë ose financa. Planetët krijojnë kombinime interesante që mund të ndikojnë në humorin, marrëdhëniet dhe suksesin tuaj. Mos harroni se horoskopi është një udhëzues simbolik që ju ndihmon të reflektoni mbi mundësitë e ditës. Jo një parashikim i sigurt i së ardhmes. Megjithatë, ndonjëherë një këshill e vogël mund të bëjë ndryshimin mes një dite të zakonshme dhe një dite të suksesshme. Në vazhdim do të zbuloni parashikimin e detajuar për secilën nga 12 shenjat e zodiakut. Si do të ndikojë dita në jetën sentimentale, karrierën, financat dhe shëndetin tuaj. Si edhe cilat janë momentet më të favorshme për të vepruar. Lexoni deri në fund, sepse shenja juaj mund të jetë ndër më me fat të kësaj të martë. Dashi. Kjo ditë nis me një energji pozitive që do t'ju shtyjë të merrni iniciativa të rëndësishme. Mund të ndiheni më të motivuar se zakonisht dhe do të keni dëshirën për të përfunduar detyrat që i keni shtyrë prej kohësh. Besimi në vetvete do të jetë arma juaj më e fortë gjatë gjithë ditës. Dashuria. Nëse jeni në një lidhje, komunikimi me partnerin do të përmirësohet ndjeshëm. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël që ju ka shqetësuar ditët e fundit. Nëse jeni beqar, një njohje e papritur mund të zgjojë emocione të forta. Mos u nxitoni të gjykoni një person nga përshtypja e parë. Puna. Sot do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja. Një epror ose koleg mund të vlerësojë përkushtimin tuaj dhe kjo mund të hapë rrugën për përgjegjësi të reja. Kujdes vetëm të mos merrni përsipër më shumë se sa mund të përballoni. Financat, situata ekonomike paraqitet e qëndrueshme. Megjithatë, shmangni shpenzimet impulsive, sidomos për gjëra që nuk ju nevojiten menjëherë. Një planifikim i mirë do t'ju ndihmojë në javët që vijnë. Shëndeti, energjia fizike është e mirë, por mos e neglizhoni pushimin. Një shëtitje në natyrë ose pak aktivitet fizik mund t'ju ndihmojë të largoni stresin. Këshilla e ditës, mos keni frikë të hidhni hapin e parë. Sot guximi shpërblehet. Demi. Kjo ditë ju fton të jeni më të duruar. Disa gjëra nuk do të ecin me ritmin që dëshironi. Por kjo nuk do të thotë se nuk do të arrini rezultatet e synuara. Qetësia dhe këmbëngulja do të jenë çelësi i suksesit. Dashuria. Ata që janë në çift do të ndihen më afër partnerit. Një mbrëmje e kaluar së bashku mund të rikthejë romantizmin që ka munguar kohët e fundit. Beqarët mund të marrin një mesazh ose ftesë interesante nga dikush që nuk e prisnin. Puna. Në ambientin profesional mund të shfaqen sfida të vogla, por aftësia juaj për të ruajtur qetësinë do t'ju bëjë të dalloheni. Një projekt që duke i bllokuar mund të fillojë të ecë përpara. Financat, kujdes me investimet e nxituara. Është një ditë më e përshtatshme për të kursyer se sa për të shpenzuar. Një lajm pozitiv lidhur me një pagesë ose të ardhur shtesë mund të vijë në fund të ditës. Shëndeti, kushtojini rëndësi ushqimit dhe hidratimit. Organizmi juaj do të reagojë më mirë nëse shmangni lodhjen e tepërt. Këshilla e ditës. Durimi sot do të vlejë më shumë se çdo vendim i nxituar. Binjak. Sot mendja juaj do të jetë plot ide dhe kreativitet. Do të jeni komunikues dhe të aftë për të bindur të tjerët me argumentet tuaja. Është një ditë ideale për takime, negociata dhe krijimin e kontakteve të reja. Dashuria. Në jetën sentimentale mund të ketë surpriza të këndshme. Partneri mund t'ju bëjë një gjest që do t'ju emocionojë. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë përmes miqve ose rrjeteve sociale. Puna, bashkëpunimet do të ecin mirë. Një ide që e keni mbajtur për vete mund të marrë mbështetjen që prisnit. Mos keni frikë të shprehni mendimin tuaj. Financat. Mund të shfaqet një mundësi për të rritur të ardhurat. Megjithatë, lexoni me kujdes çdo marrëveshje para se ta pranoni. Shëndeti. Stresi mendor mund të jetë pak më i lartë për shkak të angazhimeve. Gjeni pak kohë për relaks dhe shmangni përdorimin e tepërt të telefonit në mbrëmje. Këshilla e ditës. Një fjalë e thënë në momentin e duhur mund ta ndryshojë rrjedhën e ditës. Gaforia. Do të ndiheni më të sigurt në vetvete dhe do të keni një vizion më të qartë për objektivat që dëshironi të arrini. Është një moment i mirë për të mbyllur çështje të mbetura pezull dhe për të nisur plane të reja. Dashuria. Emocionet do të jenë të forta. Nëse jeni në një lidhje, partneri do të kërkojë më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Beqarët mund të përjetojnë një takim që do të mbetet gjatë në mendje. Puna, përkushtimi juaj nuk do të kalojë pa u vënë re.
Mund të merrni komplimente ose një ofertë interesante që lidhet me zhvillimin profesional. Financat, situata ekonomike është në përmirësim. Megjithatë, vazhdoni të menaxhoni me kujdes çdo shpenzim. Shëndeti, gjendja emocionale do të ndikojë drejt për drejt te mirëqenia fizike. Flini mjaftueshëm dhe mos e mbingarkoni veten. Këshilla e ditës, besoni intuitës suaj. Ajo do t'ju tregojë drejtimin e duhur. Luani. Do të ndjeni nevojën të përgatiteni për ndryshime të rëndësishme. Kjo është dita për të bërë plane, për të vendosur objektiva të rinj dhe për të reflektuar mbi hapat e ardhshëm. Dashuria, marrëdhëniet kërkojnë më shumë sinqeritet. Nëse ekziston një çështje e pasgjidhur, është momenti ta diskutoni me qetësi. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt fal karizmës së tyre. Puna, krijimtaria juaj do të jetë në kulm. Mund të merrni një detyrë të re që ju jep mundësinë të shkëlqeni. Mos hezitoni të tregoni aftësitë tuaja. Financat, shmangni blerjet luksoze vetëm për të bërë përshtypje. Investoni vetëm në gjëra që kanë vlerë afatgjatë. Shëndeti, energjia është e mirë, por mos harroni të gjeni ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Këshilla e ditës, përgatituni për mundësi të reja. Ajo që po vjen mund të jetë më e madhe nga sa prisni.